E kemi në lidhje direkte gazetarin nga Shqipëria Gerti Qarshani, me cilin do të lidhemi direkt në studio për të diskutuar rreth asaj nëse ishte incident, nëse ishte skandal dhe pse nuk pati reagim as nga UEFA-ja, e mbi gjitha as nga Federata Shqiptare e Futbollit e Shqipërisë apo nga zotri Duka. Mirëmbrëma, zotri Qarshani, faleminderit që je pjesë e të venishit. Mirëmbrëma të qëtuarve, është kënaqësi. Edhe për temën, pavarësisht se është e mezauruar dhe eskaluar, megjithatë me kënaqësi e flasim. Ju thatë pse s'pati reagim nga UEFA, nga FIFA apo nga zoti Duka. Unë po them pse s'pati reagim nga zonja Osmani apo zoti Kurti. Mund të përgjigjeni pak? Po të përgjigj nga gazetora, po në jam... Jo. Qëtësoni, se si jemi... Veqe nëse flasën me këtë gjuhën folkloristike, Armando Duka është president, zëvend president UEFA-s dhe është shqiptar, të paktën kështu ishte. Hajde të morim. Të lutem sepse nuk jemi në pozita. Zotri nderuar. Zoti, aty ju do është reagimi por me Gorditina. Atëre të lutem, të vendosim një kod komunikimi se si jemi në pozita komote. Unë jam në Skype, ju jeni në studio. Ta dëgjojmë zotri Qarshani, pastaj mund të marrim opinionet. Të flasë unë, pa ju fyer, debati më pëlqen dhe mua, po si jemi në pozita komode. T'ishte në studio, ishte histori tjetër, është gjë tjetër. Ajo që unë nisa të them është që... Jo, nuk ka problem. Ajo që unë nisa të them është që... Fakti është që u dojq flamuri Kosovës, këtë e kam thënë edhe në një media tjetër në Top Channel për para pak ditësh, dhe unë kam pritur një reagim të institucioneve të larta të shtetit të Kosovës, dhe jo thjesht dhe vetëm me ministrin përkatës që u mjaftuan me një postim edhe me një sqarim, kërkesë për të sqaruar. Ajo që ju thoni duhet të kishte reaguar UEFA, reagimin mund ta ketë bërë në rrugë konfidenciale, por unë gjykoj që UEFA ka zgjedhur anën luajale, pas asajt që ka ndodhur, gjatë kohës që janë zhvilluar punimet e asambles. Natyrisht nuk dua të kryqëzoj le të themi atë veprim që kishte të bënte me postimin në rrjetet sociale një ditë më përpara të flamurit Kosovës prezent në Beograd, që edhe kjo diçka e mirë në ambientet ku do të zhvillohej kongresi. Në krahun tjetër, kjo mund të jetë përkthyer si një provokim nga ana e vendit përkatës dhe ata kanë reaguar. Megjithatë, unë dhe kam lexuar dhe reagimin e zotit Çeku në mos gaboj, po dhe të Komitetit Olimpik Kosovës që kanë kërkuar sqarim. Vazhdoj të më bëj përshtypje shumë të madhe, sinqerisht, të bën përshtypje që institucionet e Kosovës të larta të them fara, ato që përmendoj, kanë lënë në një rënje të lirë dhe në një heshtje sikur të rrihet u i qetë, një histori të tillë në një kohë që ju po e sensibilizoni dhe po e trajtoni me mënyra tuaja. Megjithatë, zoti Duka vërtet është zëvendës presidenti UEFA-s, kongresin e drejton zoti Ceferin, kjo është pak po e sigurt, siç është ai zëvendës president janë dhe e katërt, nuk po dua t'i bëj avokati, në absolutisht më mirë kuptoni. Kongresin e drejton presidenti UEFA-s.